ki Nuzën, e ki Kastratin që s'ta fol asnjoni, e ki Menterajetën që s'ta fol Që tu është folje, po besoj. E ki Djekalu Ballkani me Gjilanin, ja ka jap karton të kuq veç për ofendim, domethënë me gojë, e ka jap karton të kuq direkt. Domethënë ki refera në Kosovë që janë klinik, e janë edhe domethënë rigoroz dhe janë gjitha. Ka ndoshta momente që bëjnë shime, po janë domethënë ndoshta në mes të fushës që nuk ndikojnë rezultat ose kurrë tjetër. Për ndryshe, janë shumë autoritativ. A do të pajtosh me mu, në fush futbollisti edhe referi janë me puls 180, ndoshta 190, 200. Eksakt. Edhe duhet mu kuptuaj komunikimi që referi duhet me pas komunikim pedagogjik, kurse futbollisti me fair play edhe me sjellje sportive. Po. Edhe tashti ndodh që futbollisti mundet edhe me ofendu ndodh. Edhe duhet referi me thirr, ndodh Nuza i thot, po nuk është, s'bën, të komunikojmë s'bashku. Edhe të ikin ati kartonit kuq, sepse futbolli dëmtohet me direkt, veç që je shan ose kritikon, me njerë kartoni kuq. Jo, duhet me bind lojtari se mrenda është sjellje, edukim. Që i thumë, nuk është mirë me reagu, se së është kjo e bind. Po i shqyqoni, na e kemi humë për shembull një futbollist në fushat tona, Jashanicën, një futbollist që kemi qef me pa. Ai nuk do të lunë ja 2 gjiro. Tjetër, po keni pa që Jashanica i ka rap i shmend, ja shtriu dorën kur dol. Po me njerë ja shtriu dorën. Me njerë ja shtriu dorën. Domethënë nuk kemi të bëjmë me djemë të këqij. Për atë arsye unë shumë shpesh jam në bank aty. Edhe i shoh trenerat e mi, bashkëpunëtorë, të reagojnë. E dini cila është shpesh referi 4, thotë, hajde jepja kartonin e kuq, edhe ai vjen prej atje. Bukvalisht shqoni, nuk është kjo e karikume, e zbukurume. Ai vjen prej atje edhe as nuk po pyet as çka ka ndodhur, nuk po të më qetëson pakës, jo me emocion, ai më njerë direkt kartonin e kuq. Çka ka ndodhur, thot çka bona ky, thot nuk di, ai i kathet tim ka thonë me tatën të kuq. Imagjinoni kjo. Por këtu unë mendoj që duhet pakës me komuniku, duhet me pas takime, me refer. Duhet me kuptu që të sanë që referi nuk është për me eduku lejtor. Edukimi vjen që në gjërota të reja për lejtor. Ja. Nëse se kanë pru, veç se pajtosh të me këtë samë, veç të përfundaj. Ja, procesi drejtimit të ndeshjes, jo gjykimit. Se ndeshja nuk gjykohet, ndeshja drejtohet. Ti e mati me futbolin në gjërota tona të kalume. Mas çdo ndeshje jemi përlo me kundërshtarët. Ja, ma çdo ndeshje s'ka ndodhur. Ka pas emocion. Po thuj se mas çdo ndeshje jemi përlo, se jemi taku tek mas 6 muajve edhe një herë. Tash po takuhen çdo 2-ën, 3-ën javë. E kemi po e shtrin dorën. Kjo është një kulturë që është arrit. Edhe kjo tjetra duhet arrit. Edhe kjo tjetra duhet arrit. Që kjo është mos më ofendura. Prova ta më thonë se gjyqtarët janë maturat ato të atë. Kjo do të në Premier League. Referi me lojtarën e diskutojnë për qafen e shqyqon, e është takim sportiv. Sa fyrjen e përjeton gjyqtarët. Ja shtrin dorën e për qafen. I komunikojnë. Edhe fyrja në varë çfarë është. Ama është për qafen. Një refer nuk e gjykon lojën. Referi e drejton, jep kahje drejtim lojës. Domethënë me ndarje të drejtësisë. Tu respektu rregull.